Le ta propozojnë ata mirë, po le ta propozojnë. Po prapë, jo sa Osmani, nëse këndo që dëshirojnë. Edhe unë vetë kom e votu. Mësë miri, verzioni më i mirë është që edhe opozita të bëjë propozime. E mendoj që pyetjet që po mungon këto 2-3 ditë, bilema se nuk përbojnë gazetarët që unë përboj këtë pyetje, partitë politike, PDK-ja dhe LDK-ja më mërmenja që duhet përcaktuar nëse nuk e votojnë Glauku Njupsen, kënd do ta votojnë. Për besë nëse e propozojnë nda jamën në shtadhone e votojnë. A tjetër në mend të mirë. Kërkush nuk po propozon. As PDK-ja, as LDK-ja. Jam shumë kurështar me ditë kush është taj që ata do ta votojnë nëse nuk jam unë. Edhe vetë vendosa do ta votojnë. Për mos më shku në zgjedhje. Po do të më nxjerr një emër ata, për më na tregu kush është ai nëse nuk bëni vetë vendosje. Sepse jam i bindur që nuk do të mund ta propozojnë një person neutral apo një. Çka si parti mundeni me propozuar dhe ju edhe një emër. I keni edhe 33 në shkrimje, pse nuk e bëni? Duke ditë që kandidatët gjithë janë propozuar formal nga partitë politike. Nuk e bëjmë sepse duhet ta propozojë opozita. Çka nëse nuk keni kundër kandidata dhe nuk konsumohen të rrugës? Opozita nuk propozon një emër, a do të propozon një emër? Atëherë do të shohim dhe të vazhdojmë sipas procedurave. Po pse kemi lënë është që opozita ta propozojnë një, ne tonin dhe pastaj të vazhdojmë. Duke tentu me mbledh deputet, pra me siguru votat e tyre që me votu nga opozita për të fjalë dhe çka nëse LDK po supozojmë e kandidon Vjosa Osmanin, atë tërhiqen e ju. Nga 2 herë ka taku kryeministri të lider të partive opozitare. Natyrisht që ja ka kërkuar mbështetje. Nëse nuk e kemi mbështetje, ata duhet dalin me emrat e tyre. Nuk e përjashtoj, ka shumë njerëz më të mirë se unë. Ka shumë njerëz më të përgatitur se unë. Është Vjosa Osmani një? Le ta propozojnë ata mirë, po le ta propozojnë. Po pra, Vjosa Osmani, nëse këndo që dëshirojnë. Edhe unë vetë kom e votu. Po ata nuk po dojnë me propozu. Dhe unë konsideroj që nëse nuk e propozojnë, nëse opozita nuk e thot asnjë emër, qoftë edhe një neutral në këtë gjë. Atëherë kjo është përcaktimi i qartë në shkun zgjedhje.